Zoti Tritan Shehu. Ka për procedurë. Për procedurë, zoti Tritan Shehu. Si është e mundur që në këtë parlament, Ministrja e Brendshme, të gjithë deputetët e majorancës në thonë një fjalë për deputetin e dhunuar në atë protest. Si është e mundur gjë e tillë që nuk jepet një shpjegim kur një deputet dhunohet kur ishte krejtësisht në qetësinë e tij duke ndihmuar një qytetar dhe i sulen 10 a 7 të veshur me skafandra dhe me shkop duke goditur në mënyrë më mizore të mundshme, edhe një qytetar i thjesht s'mund goditet kurrë në atë mënyrë se është krim. Krim kundër njeriu. U godit në atë mënyrë një deputet. Jo të spraj në fytyrë në mënyrë më mizore. Dhe asnjë nuk thot. Kush e ka fajin? Kush e ka përgjegjësinë? Nuk po bën të gjë. Nuk po përleshej me njeri. Nuk po sulmon me njeri. Po ndihmonte qytetarët atje të shtrinë në tokë. Krejtësisht jashtë pjesës së konfrontimit. Ç'është kjo? Ç'a shpreh kjo? Urrejtje të thellë shpreh. Kjo shpreh padyshim. Palanga. Nuk është faja atyre policë. Unë jam i bindur. Në polici ka njerëz shumë të ndershëm. Absolutisht të devotshëm. Është faj patronazhiste që futën në polici. Është faj komandave që marrin. Është faj ndokrinimit që kërkojnë të bëjnë përpara. Kjo është. Këtu është çështja. Prandaj, tu do të mbajë qendrim ky parlament. Ju sekretari i parlamentit jeni parë që të kërkoni shpjegime dhe llogari. Si është e mundur që një deputet mund të trajtohet në atë mënyrë kur ishte krejt në mënyrë paqësore, jashtë konfrontimit, pas një shkak, pas një motiv për të thuar një gjë të tillë. Jeni ju i pari. Jeni ju i pari që të kërkoni një komision hetimor për të çështje. Jeni ju i pari që kërkoni një raport për të çështje. Jeni ju i pari që kërkoni të merren masa për të çështje. Aq më shumë që deputet, po dhe një qytetar i thjesht absolut atë gjë. Padyshim, është një simptom i rëndë i këtij regjimi. Është një simptom i gjithmonë shumë i rëndë i këtij regjimi. Prandaj unë kërkoj këtu të ndalojmë në këtë gjë. Të ndalojmë në këtë pikë, sepse ajo manifeston atë çfarë po zbatohet ndaj qytetarëve kur arrihet që deputeti goditet të trajtohet në atë mënyrë. Imagjinoni ç'bëhet me qytetarë thjesht. Atje apo atje që më futet në burg për 20.000 lekë të vjetra për energji elektrike dhe tjetra që ka vjedhur 10 miliona nuk thon asgjë. Ja, kjo është problemi. Dhe këtë do të shikojmë së bashku. Faleminderit. Zoti Tedi Blushi, procedurë. Zoti drejtues i seancës, sekretari i parlamentit ju sot duhet të kishin mbajtur një qendrim për faktin që një deputet i opozitës ndodhet në spital i dhunuar nga narko policia e shtetit, e cila sot në fakt, në qoftë se ka një përfaqësues të DE, një sklav të krimit, në këtë seancë, ai është Ervin Hoxha, të cilit i kujtoj të bëj mirë ta mbaj kokën ulur, siç ka bërë deri më sot. Sepse në qoftë se ka një ministër që e ktheu në manual pune rrëmbimin e qytetarëve, të biznesmenëve, por dhe të drejtuesve të politikës, ai është Çiraku i Ergysa Gasit, quhet Ervin Hoxha, i cili nuk duhet ketë më guximi të flas këtu në emër të policisë së shtetit. Një ordiner. Ndaj, me që na foli dhe për rrugtimin e tij në politik, po është e vërtet që u zgjodhet deputet, duke marrë votat në burgjet e sigurisë lartë. Por ju besoj e dini më mirë se kushdo tjetër fundin tuaj. Dhe ai fund është i afërt. Nuk po ngjiteni në karrierë, po shkoni drejt një rruge që e keni zgjedhur vetë. Dhe t'jeni i bindur që do të arrini në fund të asaj rruge. Sa i përket provokimeve të ulta dhe keq përdorimit që i bëni zonjave, jepini fund kësaj komedie. Sepse para ligjit, qofse je ajdut, nuk të mbron fakti je burr apo je grua. Dhe kjo është si replik për një nga diellat që ka sjell Edi Rama në këtë parlament. Dhe me që u përmend 20 janari.
Ja ku e keni komandantin e grupit të zjarit, deputet të rilindjes. Le të qojë të nga të regoj kush urdhëroi të qëlloj me plumb në 20 janar. E ke në grupin tënd Erion Braçe, fol, ki guximin. Kush e zgjodhi deputet? Kush e zgjodhi deputet? Qo, dil aty. Dil aty. Dil aty, dil aty. Dilin të dy aty. Me përveshi dhe Revin Hoxhën, me përveshi dhe atë Albana Hoxhiun e dil aty fol. Dil aty, dil. Dile mos fol nga vendi, dil aty. Hajde dalim bashkë aty, hajde dalim bashkë aty. Hajde aty. Hajde aty me mua, hajde. Merr Revin Hoxhën, hajde aty, edhe hajde ballafaqojmë aty. Dil aty, edhe hajde na e pserime. Zoti Agron Malaj, Mere fjallën, e ke fjallën. për replik. Jo, e ka zoti Malaj për replik. Zoti Malaj për replik. Shumë faleminderit deputetit Blushi, që pas 3 muajsh ma dha drejtën të flas, kur unë kam folë dhe herë tjera për ngjarjen e 20 janarit, një ngjarje që është pikërisht për turpin tuaj, partisë tuaj, por dhe të veprimeve të mos veprimeve tuaja. Josefin, mos fol se është turp për ty të përmersh gardistët, po lema ledhës, nuk më tregoti mu. Dhe e para, ka 15 vjetë që pikërisht ky grup parlamentar flet për mu, për familjen time, për 20 janarin, për grupin e zjarrit dhe kush këta, që është e turpshme, që grupi zjarrit në Gardën e Republikës as nuk ka ekzistuar ndonjëherë, as nuk është në asnjë lloj strukture dhe organigrame. Por shpikja që bët ju për deviju gjitha të ngjarje, atë situatë të turpshme dhe pikërisht ndaj meje, ndaj efektive të Gardës së Republikës, ndaj Gardës së Republikës atyre djemve, burrave dhe grave që i baltosët me pa drejt. Dhe e turpshme edhe për atë që sot del tu dhe folur policinë e shtetit. Vërtet, unë do të them gjithë kolegëve, po dhe gjithë mbare opinionit publik, në të vërtet nuk ka ekzistuar kur një grup zjarri. Dhe ata që e bëni 20 janarin, i janë përgjegjës kryesor janë pikërisht këta këtu. Këta këtu, që me veprimet dhe mos veprimet e tyre, kryuni situatë të tillë. Kryuni situatë të tillë që është turpi më i madh për këta. Dhe që këta, jo është gatuar asgjë Suf, jo. Nuk gatuar asgjë Suf, jo. Se ka 15 vjetë që vlerë e shtuar për kryeqytetin, për Shqipërinë nga hyrpamja arkitektonike.